Mirë, ishte dashur rikthehemi, faleminderit që na ndiqni, besoj se jeni zgjuar në këtë mëngjes, besoj se edhe të ftuarën e kam zgjuar herët, por më duket se ajo kaq e zonja është edhe në zgjimin e saj nis ditën shumë herët me angazhime edhe me punë, por më mirë ta pyesim vetë, është një personazh që unë dua ta nis kështu ta prezantoj. Dua ta prezantoj pikërisht duke thënë se ja ku e kemi. Duke thënë se edhe për efektin e regjisë, duke thënë se nëse unë ndjek një personazh, grua, vajzë në rrjetin social, edhe ato që quajnë veten tash të quajtur VIP, unë ndjek me shumë dëshirë dhe më jep shumë vullnet dhe nuk e di, e marr një lloj optimizmi kur e ndjek dhe shikoj që ajo nuk ndalet, sidomos kur është çështja e Kosovës, për të folur gjithandej. Elvana Shalen e kam, ambasadore e vullnetit të mirë, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zgjoshe, të thash mirë? Ashtu. Kur të ftojnë? Orën 8 nis dita zakonisht. Jo, për shembull, kur ne ishim duke biseduar, pikërisht me ty në lidhje me orarin, edhe më thej që pa problem ti zgjohesh edhe për të ardhur në orën 9, edhe madje jo 9:30, po vjen edhe përpara, rehatohesh edhe flet. Kështu që je nga ato të hershme. Ora 8 për mua është në rregull. Më herët mos insisto. E vështirë të zgjohem. Ora 8. Mirë, në orën 9 nisim me programin, kështu ta kemi parasysh gjithmonë. Zakonisht edhe unë nis agjendën në orën 9, kështu që jemi në rregull. Okej. Mirë, dhe nuk doja të thoja që kena marrë direkt nga avioni nga Amerika e sollëm këto jo, vetëm nëse duhet të frihemi pak sa se ka pak ditë që ka ardhur nga Amerika, atje në një kongres amerikan, ke qenë ti vetëm e ftuar nga Kosova, më trego pak sa. Po, është e vërtet. Konferenca vjetore për diplomacinë dhe leadershipin global ka qenë organizuar në patronatin e Kongresit Amerikan dhe është mbajtur pikërisht në Kongresin Amerikan në Washington. Ka qenë një konferencë nivelit të lartë, domethënë ka pas vetëm ministra të jashtëm të vendeve të ndryshme të botës dhe ambasadorë të akredituar në Washington, kështu që sa i përket Kosovës kam qenë vetëm e ftuar nderi, do të thoja, edhe kam pas një nga fjalët kryesore për të folur për rolin e dialogut diplomatik dhe leadershipit global me tekst të veçantë dhe shembullin e Kosovës. Harrova diçka, por nuk duhet ta harroj, duhet ta cek që unë nuk kam ftuar një politikane. Të thotë dikush je politikane ti je një diplomate. Jam diplomate me mision, po jam politologe me profesion, kështu që. Okej. Mix. Kur janë këto ftesa, të vjen direkt ty, i vjen në shtetit, si është kjo? Jo, zakonisht më vin direkt mua, natyrisht komunikimi është direkt me mua, po gjithçka bëhet në koordinim me shtetin, me protokollin shtetëror dhe me ambasadat tona kudo që veprojnë në botë, kështu që njëjtë ka vazhduar dhe ka qenë edhe ky lloj udhëtimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vërtet ishte një eksperiencë jashtëzakonshme, natyrisht të flasësh në Kongresin Amerikan nuk është gjë e thjeshtë, të thoja, megjithatë në një nivel aq të lartë siç ka qenë konferenca. Nëse Ariani në regjim mi sjell ca foto, po shikoja që aty ishin edhe shumica burra, imagjinoje një grua, një vajzë. Madje kam qenë më e reja në moshë, ta diplomatja më e re në moshë. Ishte kjo pak nga ana tyre, ja kush po na flet kjo vajza e re, apo nuk e shikoj. Jo, nuk është ky lloj paragjykimi në arenën ndërkombëtare, është tek ne më shumë. Në arenën ndërkombëtare në momentin që je ndoshta një vajzë më e re, dukesh pak më ndryshe, po t'japin më shumë vëmendje dhe mbi të gjitha natyrisht vlerësimi është shumë më i lartë. Më i lartë. Mirë, si e nise fjalimin, mund të na thuash, për shumë si e nise? Në fakt, fjalimin nise gjithmonë me të nderuar zonë zotëri, ajo kjo. Kisha nderin që jam në mesin tuaj për të folur për rolin e diplomacisë, dialogu diplomatik në fakt, më pas kam folur pak edhe për rëndësinë e dialogut diplomatik, duke marrë shembull shtetin e Kosovës dhe rëndësinë që ka pasur ky lloj dialogu në shtetformimin tonë. Dhe aty të shohin natyrisht ku prezantohesh Elvana Shala, ambasadorja vullnetit të mirë në këtë Kosovë, në Komisionin ndërkombëtar. Po gjithmonë duke përmendur Kosovën, ë? Po, natyrisht. Edhe kam theksuar gjithashtu edhe krimet e kryera në luftë, duke veçuar edhe duke kërkuar drejtësi për të gjitha viktimat të cilat kanë përjetuar gjëra të mizershme, do të thoja, gjatë luftës, duke bërë ende natyrisht, duke marrë shembull Vesfien, Shyretën, tani Ramadanishorën e të tjerë, dhe duke bërë thirrje që Kosova të mos shihet vetëm si një çështje rajonale, por të shihet si një stabilitet global
sidomos në Ballkanin Perëndimor sa i përket ndërtimit të paqes. Kështu që në gjatë fjalimit, përveç që kishte informacione për shtetin e Kosovës, për progresin që ne kemi bërë, ka pasur edhe thirrje që vëmendja ndërkombëtare të vazhdojë të mbetet tek ne, sepse shqetësimi im kryesor në këtë moment është që nuk e kemi vëmendjen që e kishim në arenën ndërkombëtare, marr parasysh edhe situatës globale që është duke ndodhur me luftën në Ukrainë, tani me shpërtimet mes Indisë dhe Pakistanit e të tjerë, duket sikur vëmendja për shtetin e Kosovës ka rënë paksa. Ka rënë, kështu që kjo është shqetësuese, sepse ne vazhdojmë të mbesim ende një shtet i ri, vazhdojmë të mbesim ende një shtet që ka nevojë për njohje nga arena ndërkombëtare, kështu që forcimi dhe ruajtja e marrëdhënieve me aleatët tonë ndërkombëtar është e jashtëzakonshme. Jam shumë kurioztar të di sepse besoj në një kongres të tillë ose në këtë vende që ti shkon në flet për Kosovën, për gjitha këto çështje, probleme të shumta. Ka nga ata për shembull që thotë më fal, you are from Kosova, nga është Kosova, të pyet dikush ku është Kosova? Ka pasur shumë raste të tilla, po ka pasur shumë raste të tilla dhe përgjigjja është gjithmonë për t'i treguar se ku është Kosova, se jemi tashmë shtet i pavarur dhe demokratik. Për shembull, unë kur më pyet dikush jashtë, më vjen shumë inat, kur më thonë ku po jeton, kështu, më vjen them Nën Tereza, Dua Lipa, ti thua kështu? E vërtet, po është e vërtet, Kosova identifikohet me këto figura dhe duhet jemi shumë të lumtur që identifikohemi në fakt me këto figura, sepse janë imazhet më të mira që janë krijuar në arenën ndërkombëtare. Ndoshta ky lloj paradoksi ka qenë më shumë në fillimet e mia para 10 vitesh, tani nuk është e njëjta, natyrisht që shumica e vendeve botërore e dinë se ku ndodhet Kosova, por janë disa vende afrikane ose të Azisë, të cilat as vet nuk janë fort të njohura ndërkombëtarisht edhe në sistemin ndërkombëtar, po sa i përket vendeve amerikane dhe atyre të Evropës, natyrisht e dinë sepse janë aleatët tonë kryesorë të cilët kanë ndikuar, siç po them, në shtet ndërtimin e Kosovës. Edhe të shikoj, siç thash, të ndjek shumë edhe ke edhe postime shumë interesante me këta personazh. Për shembull, postimet e fundit jemi duke ndjekur disa nga foto ndërsa flisje. Ke një personazh ti që nuk e di, ku ke qenë ndoshta pak më e vogël. Edhe thojë një ditë dua të jem krah saj, ta bëj edhe një foto, të flasim me të, qoftë për Kosovën, qoftë për veten time, që ke realizuar. Mendoj që secili në rinin tonë ose në fëmirin tonë kemi nga një personalitet që në rinin se vajzë reje. Po them në moshën e adoleshencës e këndej. Unë e kam pas Madeleine Albright, edhe në fakt kur kam qenë e vogël i kam përngjoa bajegi shumë sepse flokë më të bardha, sy është vërtet, po shikoj këtë tani po imagjinoj. Edhe babi gjithmonë më ka thirrë ose më ka thënë që ti një ditë do të bëhesh si Madeleine Albright, kështu që kur e kam taku Madeleine Albright në 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, ka qenë një ëndër e realizuar, edhe kur nuk ja harroj fjalët e saj, që në fakt ti një ditë do ta ndryshosh botën. Ajo vlerësonte jashtëzakonisht shumë misionin tim si ambasador e vullnetit mirë, kishte informacione për gjithë punën time që e kisha bërë, rrugtimin që e kisha bërë, kështu që takimi me të ka qenë vërtet një ëndër e realizuar, sepse të rritesh me një personazh, me një figurë si Madeleine Albright duke parë në televizion gjatë gjithë kohës, e pastaj të vije koha ta takosh edhe t'ja shtrëngosh duart, është një gjë e pazakontë. Më shumë bën shumë përshtypje edhe i kushton shumë rëndësi dhe bravo të qoftë Lukut, Dukjes, edhe kur janë këto nuk e di këto takime që do flasë për Kosovën, për shqiptarët, për Shqipërinë, qoftë në për festa, që është ndonjë zbukurim aty kuqezi ose blu, ose jam shumë kurioztar vdes të hy pak tek çanta jote ku shkon aty, të ke valigja, çfarë merr ndonjë që nuk mungon asnjëherë. Flas me një simbol të Kosovës. Është më mirë të pyesësh se çka nuk marr, se çka marr, se gjithçka ka. Aty, dëgjoj, të jesh diplomat edhe të përfaqësosh diplomacinë publike të Kosovës, duhet të kujdesesh edhe për këtë pjesë. Nuk e di, shpeshherë kam dëgjuar që ndërkombëtarët nuk e shohin Lukun, nuk e analizojnë, por nuk është e vërtetë. Më beso që ata e shohin e analizojnë shumë se sa ne këto vendet e Ballkanit ose të Kosovës të rajonit. Kështu që jam kujdesur edhe për këtë pjesë në varësi të temës, në varësi të nivelit që ka qenë konferenca ku kam përfaqësuar shtetin. Shpeshherë ju e dini, unë kam shkuar me veshje kombëtare kur është kërkuar, kam shkuar me ples në kokë për shembull në Malajzi. Flamuri i Kosovës nuk mungon asese ose simbolet e Kosovës asese nuk mungojnë. Mirë, po jam kujdesur edhe për këtë pjesë që të lënë një lloj imazhi tjetër për te fjalimit zyrtar në vendin ku po flisja për Kosovën. Dikush ka befasuar me ndonjë pyetje në lidhje me
ndeshjen, ka qenë? Kush ka qenë për shembull? Cara Delevingne, ishim në konferencën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në 2019. Ajo ka qenë edhe hera e parë kur flamuri i Kosovës është lejuar brenda OKB-s gjatë fjalimit tim, dhe ishte ajo që erdhi, ajo është yll botrore, dim të gjithë i filmit edhe i muzikës, dhe tha veç deshta me thonë që shumë bukur po dukesh. Ndërkohë që unë isha me stresin e fjalimit edhe nuk po e kushtoj vëmendjen se kush po më thot. Edhe veç jam kthyer dhe i thash, faleminderit shumë gjithashtu, ndërkohë që pas disa sekondash e kuptova që është Cara Delevingne dhe thash, wow, sa jashtëzakonshme, ajo të vije dhe të më thot shumë bukur po dukesh. Ndërkohë që rastisi të ishim ulur afër, kam pasur një kostum ngjyrë të gjelbërt, zyrtar, të thjesht, po të bukur, do të thoja, me flok me dredha, edhe i kisha lënë në sy, realisht, edhe ishte, aty e kom kuptu se sa shumë shihet edhe paraqitja fizike, për te i fjalimit, për te asaj që ti e thua për Kosovën, për te imazhit profesional që ti e ke, se natyrisht që secili ta di biografin para se ti të ngjitesh në atë skenë, nuk shkon vetëm se e ke një titull ose një mision, po thjesht edhe duhet kesh një bagazh brapa vetes. Po këto janë krejt kombinime që e bëjmë pastaj përfaqësimin e Republikës në formën më të mirë. Është shumë e vërtetë dhe ja shembulli Elvana. Çfarë po thonë këta politikanët e tjerë? Po i nderon, po t'i japin komplimenta, po do dërgojnë një mesazh, për shembull duke nisur nga presidentja. Si është raporti? Po, un kam një bashkëpunim shumë të mirë me presidencën e Kosovës edhe me presidenten në veçanti, por edhe me qeverinë, me ministrinë e jashtme. Atë ka thënë jetë rrugë drejtën, moj vajz ma kalove mu, për shembull, në qëndrimin tënd, në të folurën tënde. Jo, s'kam dëgjuar, nuk i shoh si konkurrencë dhe nuk do doja të më shihnin si konkurrencë. Realisht, se përballë botës jeni njëjtë. Një ambasadore me të mirë, me një presidente. Është vërtet, shkelim në të njëjtën tapet kuq do të thoja, ose jemi në të njëjtën sallë, pavarësisht niveleve që mbajmë edhe pozitave që mbajmë në shtetin tonë, zëri është i njëjtë, kështu që më shumë dua t'i shoh si bashkëpunëtor se sa si rival, dhe në këtë pikë as nuk mendoj që dikush më ka pas si rival, mbase mund të ketë prapa shpinës që nuk ma ka thënë, po unë nuk merrem fort me fjalët që fliten prapa shpinës time. Për mua është shumë e rëndësishme ajo që ti ma thua mua përballë, çësia që ti e ke, pastaj nëse ke ku të merresh me fjalët prapa shpinës, vazhdoje tutje. Pastaj nuk e shikon fare punën, më pas do të merresh me fjalë. Shumë e vërtetë dhe nuk kam kohë definitivisht për këtë gjë dhe nuk dua të jem pjesën e një ambienti të tillë toksik i cili ka filluar të rritet në masë të madhe me gjëra të tilla. Duket sikur më shumë po merremi me fjalët e të tjerëve se me punët tona, kështu që dua të jem jashtë kësaj liste. Dhe mirë bën. Folëm për mandën presidentën gratë për gratë, po burrat për gratë, për shembull kryeministri që po quhet tani në detyrë, kështu ta themi edhe ne, të ka dhënë ndonjëherë një mesazh, ka thënë Ministri, me këtë qeveri kam pasur bashkëpunim jashtëzakonisht. Ose të jetë në një këshill për shembull? Tani këshillat unë më shumë do të thoja merrem me diplomatët që janë pjesë e Ministrisë së Jashtme për këshillat të tilla, se duket sikur ata janë më kompetent atëherë kur kemi nevojë, po natyrisht të mirë të japin. Po absolutisht, natyrisht që po. Nëse se keni dhënë dërgojeni vajzë se na nderon. Ka raste kur më duhen informacione shtesë që cilat i ka vetëm Ministria e Punëve të Jashtme dhe jam e lumtur që asnjëherë nuk kanë hezituar. Bile edhe në këtë udhtim kanë qenë një mbështetje e jashtëzakonshme, përfshi këtu edhe kryetarin e komunës së Prishtinës, zotin Karim Rama, me cilin kam një bashkëpunim shumë të mirë. Edhe kishe falendëruar në postimet e fundit. Po patjetër, është shumë logjike, është do të thoja njerëzore të falenderosh ata të cilët. Jo, ai nuk ka qenë, ai ka qenë në New York në kohën se isha unë në Amerikë. Mirë, po kemi pas komunikim edhe bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me kabinetin e tij, sepse është shumë e rëndësishme të kemi koordinim këtu në Kosovë në momentin që unë jam jashtë, sepse situata mund të ndryshojë nga momenti në moment dhe natyrisht që mua më duhen informacione shtesë pastaj edhe për takimet tjera që mbahen për te konferenca, sepse përveç fjalimit unë kam pas takime edhe të ndara me kongresmen, disa, si që kam thënë në postim edhe të pa publikuara për shkak të konfidencialitetit, edhe me Bankën Botrore, pra ka qenë një agjendë goxha e ngjeshur për te fjalimit zyrtar që është mbajt në Kongresin Amerikan, dhe për gjitha këto, natyrisht që na duhet kemi një koordinim të vazhdueshëm me shtetin. Unë të komplimentoj edhe mënyrën e oratorisë, mënyrën e komunikimit, jam duke dëgjuar dhe me thënë të drejtën nëse unë do t'isha kthyer para 2-3 ditëve nga Amerika, nuk e di ku do isha në gjumin e shtatë tani i trullosur, edhe po të shikoja po të dëgjoja me shumë vëmendje. Thash, shumë e fortë si grua, si vajzë,
edhe na nderon gjithandej, natyrisht japin komplimente, edhe unë dëgjoj edhe me anë të kolegëve të mi që mënyra e të folurit natyrisht edhe sak na atë që thua edhe në anglisht përpara gjithë njerëzve të fuqishëm të botës, të politikës sidomos e të diplomacisë. Dua të them, ti vazhdon të kesh një hero, ndoshta në jetën tënde një hero, 2, 3, kush janë? A mund t'i përmendim? Kush mund të jetë më mirë se sa familja në këtë rast. Kështu që edhe për mua heroi dhe heroina ime janë dy prindrit e mi, të cilët janë vazhdimisht krahmeje me të gjithë mbështetjen. Edhe vllai më duket. Edhe pa asnjë diskutim, vllau është 24/7 me mua, sepse jetojmë bashkë, kështu që gjithë familja janë krahmeje dhe këta janë heronjtë e mi më të mëdhej, pa harruar këtu edhe shoqëninë, e cila ka një rol shumë të veçantë në jetën time. Dhe e di që besoj se në këto takime, qoftë për të ngrënë një mëngjes ku diskuton me këta personazh të njohur të botës, të pyesin edhe për familjen, të pyesin. Po, natyrisht. Familja është gjëja më e shenjtë për secilin, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë. Kryesisht vllau është ai që bie më shumë në sy, shpeshherë edhe me shaka kemi pas diskutime të tipit se a është i dashur e im, apo është ndonjë familjar, dhe madje në një nga ceremonitë e mia të fundvitit e kam thënë publikisht që është vllau im, pra mos vazhdoni ta ngatroni tutje me të dashurin ose mbrojtje të afërt, ka pas raste shumë të tilla ose asistent. Ajo është gjithçka, është edhe mbrojtja e afërt, edhe asistenti, edhe këshilltari më i mirë, por mbi gjitha është vllau im, kështu që atë ka thënë ndonjëherë trego drejtën, ka thënë më i motër, më lodh dhe nuk mundem me të shoqëru më, ku ti je gjithmonë aktive kudo. Jo asnjëherë, dhe për këtë jam shumë e lumtur edhe shumë e bekuar. Më shumë kam pas fjalë nga të tjerët, ndoshta se tani kur të martohet s'do ketë më kohë për ty, sa është martuar. Kusht, po. Mirë, po nuk është e vërtetë, tani edhe nusja Gresa është krameje, jetojmë bashkë, kështu që jemi një treshe fantastike, siç e quajnë. Dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi, kështu që as publiku mos të hezitojë në këtë pikë. Mirë, Elvana, isha duke parë një intervistë tënde, nëse nuk gaboj, dhënë në Bonbon në vitin 2021, që fliste familja, gjithçka peripeci. Është dokumentari. Është një dokumentar. Është dokumentari që është edhe ti kishe ripublikuar përsëri dhe më bën shumë përshtypje, thash, ne njehemi kështu, por më bën shumë përshtypje që mora një mësim. Unë, po kthehem në kohën time, në matur kam qenë i mirë, kam pa mësuar dhe gjithë vinin qoftë nga kujdestarja, eja, nuk kam shku në matur, e di pse, për arsye se nuk kisha tesha të mira në farë mënyrë. Atëherë i merrim ose borxh, nuk kishim kush me na i qep si sot, nuk kishim medin tër nga Turqia, nga Kina, nuk kishim. Dhe më bëj shumë përshtypje ti që ke shku aty vetëm për një orë kishe shku, domethënë, edhe kishe ne deri në fund. Ajo ka qenë periudha më e vështirë e jetës. Edhe tregon. Sepse isha nënshtruar një operim heroik diku rreth 6 orësh, që ndryshoi komplet rrjedhën e jetës sime pastaj, edhe sapo isha kthyer nga Austria në atë kohë, kishte një javë. Edhe vendosa me shku në mbrëmjen e maturës, mos me u nda prej gjeneratës, prindërve siç e kam thënë në dokumentar, ju premtova që do rri vetëm 1 orë, po në fakt kam qëndruar gjatë gjithë natës, ndërkohë që ata kanë bërë roje tek dera e hotelit deri në mëngjes, deri në 4-5 mëngjesi, derisa ka përfunduar mbrëmja e maturës. E mand edhe si një kujtim i bukur, po mos më harru maturën. Po, absolutisht, për këtë që ne po flasim, për t'ja bërë të qartë publikut, është dokumentari që është realizuar nga Radio Televizion 21, cilin e gjejnë në rrjetet sociale të mjet, edhe aty flitet e tërë historia e jetës sime dhe pjesa e dhimbshme me shëndetin, por edhe pjesa tjetër e suksesit. Pa çka unë falenderoj Gjeraldina Vullën, se cilës i dërgoj shumë përqafime për një dokumentar të jashtëzakonshëm që e ka bërë, që në fakt bëri edhe mua më pëlqej shumë dhe duhet të dija më shumë për ty. Realisht aty publiku. Po kjo më pëlqej shumë kjo e maturës, domethënë që ke shkuar edhe. E kam mësuar që përveç për te i ambasadores, për te i kësaj figure publike që ndronë edhe kjo histori ndoshta jo fort e zakonshme, por që mua më ka dhënë forcë edhe ideja, arsyeja kryesore pse unë e kam shpalosur është për t'ju dhënë motiv të tjerëve edhe për t'ju treguar që gjithçka është e mundur në jetë. Do të kemi tani ndonjë ftesë ku do t'jesh, ku do të shohim duke udhëtuar, duke fluturuar? Po, nuk do të ketë edhe shumë kohë kur në fund të muajit, në fakt, në fund të muajit qershor jam mes Spanjës edhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Dubajit. Kam 2 ftesa për 2 konferenca të ndryshme, të cilat janë në të njëjta data, kështu që po e shoh cila agjendë është më frytdhënëse për Kosovën, më e rëndësishme për Kosovën për të qenë pjesë e saj. Më pas do të jenë edhe udhëtime të tjera. Në pjesën e dytë të vitit ju e dini që unë gjithmonë
sjell nga një projekt të ri që prek kryesisht kategoritë ndjeshme të shoqërisë në respektimin e të drejtave të tyre, të drejtave të njerëzit në përgjithësi, do të shohim se ku do të fokusohemi këtë vit. Mirë, ne të urojmë shumë sukses, unë do të ndjek gjithmonë. Faleminderit. Edhe natyrisht ndonjëherë do të ngasmoj me ndonjë pyetje se do të kemi më shumë informacione. Të urojmë gjithmonë suksese edhe faleminderit që vërtet na bën krenar kudo që je, domethënë me çdo lloj gjë që nuk e harron asnjë lloj problemi të vendit ku ti ke lindur, ku ne jetojmë, ku ne zhvillojmë që të jetë më mirë. Me kuvendin si ke punët? Mirë, po thjesht na kanë zhgënyer pak në këtë pjesë për shkak të Çfarë kishe thënë ti? Ky pyetje më doli tani, kemi 1 minutë kohë. Çfarë kishe thënë ti nëse do të ftonin ty për të thënë një fjalë në fillim të seancës sot për shembull? Hiqni inatet personale, sepse gjithçka është duke ndodhur për inate personale. Është te i kalu interesi kombëtar, gjithçka po bëhet për inate personale partijake brenda partive dhe këtu unë do të fajsoja të gjitha partitë pas një përjashtim. Opozit dhe opozit duhet ta vendosin interesin kombëtar shtetëror para interesit personal. Inatet personale më duket edhe unë që kem një ambasador i mirë në madje si Elvana, këtë e kam edhe unë. Edhe një faleminderit shumë edhe për kohën edhe mundësinë natyrisht që gjem ti je gjithmonë në programet tona. Maksi, shumë faleminderit, kënaqësi për mua dhe faleminderit që keni rrugtuar me mua gjithë këtë kohë, duke do ta bëjmë gjithmonë. Gjithë punën time. Faleminderit shumë.